Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni ju përshëndes, ju ftohet të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Ndërsa protestat kundër kryeministrit Edi Rama vijojnë në sheshet e Shqipërisë, kreu i qeverisë është shfaqur në disa takime në arenën ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe atë me presidentin francez Emmanuel Macron. Kontrasti mes qytetarëve që kërkojnë ndryshim në rrugët e vendit dhe pamjeve të buzëqeshjeve diplomatike në Francë ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Nga njëra anë, protestuesit ngren shqetësime për gjendjen ekonomike, migracionin dhe keq qeverisjen, ndërsa nga ana tjetër qeveria vijon të promovojë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Një tablo që për shumë qytetarë përmbledhet në një pyetje të thjeshtë: apo dëgjohet zëri i protestës dhe a do të largohet kryeministri? Ndërsa në Shqipëri protesta kundër qeverisë po hyn në javën e 4, kryeministri shqiptar po zhvillon vizita zyrtare në Paris, ku është pritur nga presidenti francez Emmanuel Macron. Takimi vjen në një moment ku rrugët e Tiranës dhe qyteteve të tjera janë mbushur me qytetarë që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë në ndalimin e projekteve të diskutueshme turistike në Bregdet. Ironia e situatës është e dukshme, ndërsa mijëra shqiptarë protestojnë duke akuzuar qeverinë për korrupsion, mungesë transparence dhe shpërfillje të interesit publik. Në Paris zhvillohen takimet e nivelit lartë për integrimin Europian dhe investimet strategjike. Fotografitë e shtrëngimit të duarve mes Tiranës dhe Macron krijojnë kontrast të fortë me pamjet e protestuesve që marshojnë çdo mbrëmje në Shqipëri. Lëvizja protestuese e quajtur nga mediat kombëtare dhe ndërkombëtare si revolucioni i flamingove nisi si reagim ndaj projekteve turistike të lidhura me investitorë amerikanë në zonën e Sazanit dhe Zvërnecit, por shumë shpejt u shndrua në një revolt më të gjerë kundër qeverisjes së vendit. Demonstruesit akuzojnë qeverinë se po favorizojnë interesa të mëdha ekonomike në kurrës të mjedisit, pronës publike dhe qytetarëve të zakonshëm. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, protestat kanë bashkuar qytetarë të profileve të ndryshme, nga ambientalistë dhe studentë deri tek familje dhe emigrantë të kthyer nga diaspora. Në disa raste, protestuesit kanë kërkuar jo vetëm largimin e Ramës, por edhe një ndryshim të gjithë klasës politike shqiptare. Nga ana tjetër, Rama ka mbrojtur projekte dhe politikat e qeverisë së tij, duke argumentuar se investimet e huaja janë të domosdoshme për zhvillimin ekonomik dhe transformimin e Shqipërisë në një destinacion turistik elitar. Ai ka deklaruar se nuk do të tërhiqet përballë presionit të protestave. Kështu, ndërsa në Paris dominojnë buzëqeshjet diplomatike dhe deklaratat për partneritet strategjik, në Shqipëri vjen të dëgjohet zëri i protestës. Një vend i ndarë mes aspiratës europiane të paraqitur në sallonet e Elizes dhe pakënaqësisë së qytetarëve që kërkojnë përgjigje në sheshe. Fotografia e duarve të shtrënguara mes Ramës dhe videot me Macron mund të mbetet simboli më ironik i këtij momenti politik, mbështetje ndërkombëtare jashtë vendit, ndërsa brenda kufive rritet zemërimi popullor. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga aktualiteti. Sektori i blegtorisë në vend po përballet me tkurje të ndjeshme të vazhdueshme të numrit të krerëve përgjatë dekadës së fundit. Dhëna zyrtare për 2025 tregojnë një panoramë shqetësuese ku shumica e kategorive kryesore të bagëtive kanë shënuar rënje. Duke reflektuar vështirësitë në të cilat ndodhet ky sektor, i cili është jetik i ekonomisë shqiptare, aty ku mbështetet dy shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare, bujqësia dhe blegtoria. Numri i krerëve në total ka shënuar një rënje në vitin 2025 me 3.8% në krahasim me vitin 2024, vitin që shkoi u numëruan gjithsej 1085 krerë nga 2168 që ishin në vitin 2024. Në sektorin e gjetëve, pas një periudhe të gjatë të rëniet, dhëna tregojnë shenja të lehta stabilizimi, ku numri i krerëve u rrit nga 272.000 në 275. Ndryshe po ndodh me të imtat, të cilat mbeten kategoria më problematike, pasi numri i përgjithshëm i deleve dhe dhive ka rënë nga 1792 krerë në 2024 në 1736 krerë, duke u tkurur me 56.000 krerë brenda një viti. Sektori i derave regjistroi gjithashtu një tkurje më të ashpër në raport me madhësinë e tij. Në kontrast me këto zhvillime, bletaria ka shënuar një rritje më të shpejtë, ku numri i kosherëve është rritur me 58.000 dhe duke arritur në 645.000 në vitin 2025, çka përbën një rritje prej 10% krahasuar me vitin 2024. Rënja e blegtorisë lidhet me shumë arsye, ndër të cilat faktori demografik kryeson. Një numër i konsiderueshëm i fermerëve të moshuar po e braktisin blegtorinë për shkak të pamundësisë fizike për të përballuar punën e rëndë, ndërsa brezat e rinj shfaqin interes të ulët për këtë sektor e për më tepër janë larguar nga vendi. Fermerët shpesh hasin vështirësi edhe në vendosjen e produkteve të tyre në treg me çmime konkurruese, gjë që e bën mbajtjen e bagëtive ekonomikisht të paqëndrueshme.
Bujësor ka shënuar një rënje të ndjeshme vitin e kaluar duke thelluar më shumë krizën në këtë sektor kyç për ekonominë. Instat raporton se në vitin 2025 bujësia uli rritjen ekonomike me 0,3 pikë përqindje. Prodhimet e kulturave si drithrat, drufrutorët dhe ullinë kanë pësuar një rënje. Disa nga faktorët kryesorë që ndikuan në rënjen e prodhimit bujësor janë kostot e larta dhe mungesa e subvencioneve nga ana e shtetit shqiptar, ku shumë fermer falimentuan dhe hoqën dorë nga sektori i bujqësisë përgjithmonë. Kostot e larta me të cilat përballen fermerët dhe mungesa e subvencioneve nga shteti prej vitesh i kanë futur këta të fundit në vështirësi, ku një pjesë të tyre kanë falimentuar dhe kanë hequr dorë përfundimisht nga bujqësia apo blegtoria. Kjo situatë ka sjellë edhe pasoja serioze në sektorin e bujqësisë dhe në ekonominë vendase, shoqëruar me ulje të sasisë kultivimit të shumë produkteve ushqimore, të cilat janë dhe tradicionale në zona të ndryshme të Shqipërisë. Të dhënat e fundit nga Instat tregojnë se në vitin 2025 bujqësia pati një kontribut negativ në rritjen ekonomike duke ulur prodhimin me 0,3 pikë përqindje. Aktivitetet kryesore si serat, drufrutorët, ullinë kanë shënuar rënje të ndjeshme. Prodhimi bujqësor gjithsej arriti në 9,7 milion ton, por me ulje në disa kultura të rëndësishme. Drithrat u prodhuan me 623.000 ton, me fierin si qarkun kryesor, ndërsa gruri pësoi rënje me mbi 10%. Në të kundërt, Elbi shënoi një rritje vetëm me 13%. Perimet regjistruan një prodhim për 1,4 milion ton, zona si Fieri, Tirana dhe Berati përfaqësonin gjysmën e prodhimit kombëtar. Zona të tjera të Shqipërisë kanë qenë pothuajse inekzistente në një panoramë të zymt, ku vetëm perimet e njoma dhe bimët medicinale kanë shënuar një rritje shumë relativisht të ulët, duke treguar potencial për zhvillim, por ende në atë pritshmërinë e duhur. Ligjat e bënjës thanë me nisjen e sezonit veror, duket se investimi prej afro 210 milion lekësh nga FSHZ tek banjat e bënjës nëpërmet po vjen në diskutim për nga cilësia e punimeve nga firma që implementon këtë vepër unikale në jug të vendit. Ulja e nivelit të ujit, ndërsa tek vaska e lëkurës e zgjeruar në kuadër të projektit turistik në zonë shndruar në shqetësim, situata ka ngritur pikpyetje nëse ndërhyrja i ka marrë në konsiderat prurjet sezonale të burimeve termale. Kur po përfundon muaji qershor, ujëra termale të bënjas është vërej një fenomen që ka ngjallur zemrat mes vizitorëve vendas për dhe ata të huaj që vijnë për ditë në të dhe përballen me këtë situatë pa precedent. Të katër vaskat që kurojnë sëmundje të ndryshme nga ajo lëkurës, reumatizmës, kyçeve të tjerë kanë mbetur pa ujë. Jashtë kameras, 2 ish specialistë e kësaj fushë shprehen se periudhën e fundit ka patur ndërhyrje e ndryshime të dukshme në disa prej vaskave, veçanërisht e vaska që kuron lëkurën e cila është boshatisur përkohësisht. Mungesa e ujit te 4 vaskat ka sjellë reagimin e fortë të vizitorëve të ndryshëm rrethësor që kemi pyetur. Turistët e kanë vizituar më parë bënjën dhe kanë bërë pyetje dhe kanë shprehur kurrëshi për ndryshimet që kanë vëre. Shqetësimi i tyre kryesor është nëse këto ndryshime janë të përkohshme dhe nëse do të ruhet përvoja autentike që ta kërkojnë kur vizitojnë bënjën. Po tani do ketë gabime. Do ketë gabime. Do ketë edhe rregullime, më thon. Është e gjatë. E gjithë të volum punë që kam bërë këtu, vallai. Prishur nuk di, s'kam fjalë. Unë vjet kemi kaluar shumë bukur, jemi kënaqur, shumë kuruz, shumë kuruz. Nuk di. Jam pa fjalë. Janë dy vaska që nuk janë në funksion. Vaskat nuk kryesore, njëra ishte e lëkurës dhe tjetra ishte stomau, si stoksi të zgojdenave. Megjithatë, për neve vit tash ishte gjë shumë e mirë, edhe kurative. Ngelët e zhgënjur tani që erdhët dhe nuk i gjetët në funksion? Ngelën. Jemi lam plazhin dhe erdhëm këtu për diçka akoma më kurative. Këtu është katastrofë. Është shumë e zhgënjur. A di të thonë ata tani po mundohemi të rregullojmë. Sa më shpejt. Kjo është një lajm i keq. Që se janë prishur. Jo, i mund të shikoni vetë në sy tuaj. Për mua ka pirë ujin e Dirama. Para se të japin dorëheqje ka pirë ujin e vaskave dhe inshallah mbytet. Çfarë themon me ata ujin e vaskave? Po si ka loft kështu me. Aman vetëm raportojmë atje në televizor që të dalin kështu, po të dalin kastili për atë palloshin e gjatë. Actually, there are in the moment, there are huge of new buildings there in the moment constructed, so it's not so nice, but it's okay. The main issue is, I think, they're really destroying the nature a little because they really don't care about what they are doing. Sorry, need to tell you. You have great nature, but you have to take care about this.
I have seen on many places that there are a lot of rubbish and the people doesn't really care about this. Dy tërmetet e një pasnjëshme kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 32 personave në Venezuelë, ndërsa të paktën 700 të tjerë janë plagosur, ka thënë presidentja në detyrë Delcy Rodriguez. Tërmeti i parë kishte magnitudë 7.2, ndërsa i dyti që goditi më pak se 1 minutë më vonë ishte edhe më i fuqishëm me magnitudë 7.5. Epiqendra e lëkundjes së dytë ndodhej 23 kilometra në juglindje të Yumar, një qendër me rreth 20.000 banor pranë Bregdetit, afërsisht 300 kilometra në perëndim të Caracas. Në momentin e goditjes së tërmeteve në Venezuelë po festohej një festë kombëtare dhe shumë njerëz ndodheshin në shtëpi, ku nisën lëkundjet në orën 18:04 me orën lokale. Tërmetet u ndjen në të gjithë vendin si dhe deri në Bogota në Kolumbi. Ato janë pasuar nga më shumë se 20 pas lëkundje, ndërsa janë raportuar probleme serioze me sistemet e komunikimit, si dhe probleme në të gjitha vendet. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë përshëndetemi këtu.